Atëherë i kthehemi për minutat e fundit të emisionit tonë dhe në fakt më njëherë dua të jem në kryetemën e trajtimit të këtij debati. Në fakt, flihet gjithmonë më tepër për arrestime përpara zgjedhjeve. Tani, çfarë është një bombë reale, apo është një bombë retorike, apo është një shashk? Karamuço. Vetë drejtuesi i prokurorisë posaçme është shprehur disa herë edhe para gazetarëve, por edhe në media, në publikimet, edhe me vetë intervistat që ka dhënë, që ne nuk selektojmë kohën dhe subjektet. Ne po na doli fakti penal, do të marrim masat të menjëhershme, qoftë masat të karakterit shtrëngues, qoftë masat të tjera, të cilat tregojnë që ndaj këtij personi ka filluar një hetim. Dhe kjo nuk lidhet fare as me fushatën zgjedhore, as me ditën e votimit. Por, ndërkohë, deri në atë pikë, ose deri në atë ditë... Si ka bota rregullat? Më fakt, deri do ta shpjegoj. Deri në atë ditë që vetë zot Dumani bëri këtë zbulesë, politika kishte fjetur mendjen e të gjitha krave që tani fillon fushata, s'ka më spaku mbas zgjedhjeve, siç i kanë këta llafet e korridoreve dhe të kafeneve. Ndërkohë që kjo ishte institucionale. Dhe në momentin që ne, sepse fushata 3 ditësh është po këta e fillojnë që para janare ka filluar. 45 është kjo, si, mi jemi dakord, këtë drejt. Ai e fat. Pra, fushata ka filluar shumë herët. Dhe kur ndodhi arrestimi i kryetarit të Bashkisë Tiranë. Po shumë herët ka mundë se është big business. Po pra, kur ndodhi aty, këta u vunë alarm. Po. Që ky e paska seriozisht të punë. Pra ky do vazhdo ka arrestimet, po doli do vazhdoj. Dhe ndërkohë, kjo përkon edhe me një gjë tjetër, që janë disa prej dosjeve që kanë nivelet larta, qoftë administrative, qoftë politike, edhe të biznesmenve, se janë një triangulim krahas krimit organizuar që është më vete, që janë gati, kanë mbaruar veprimet, se disa janë edhe me afate. A dhe pse nuk po ekzekutohen? Pastaj është zgjedhja e tyre se kur e bëjnë, po do ta bëjnë shpejt, dhe këto do bëhen para zgjedhjeve, unë jam bindur për këtë. Edhe nga kjo për llogaritë që bëjmë ne dosjeve, ka hetime që pritin le të porosin nga jashtë, zjasë, nuk më ta themi që të bëhen para, nuk e parashikojmë dot. Këto e kanë qenë edhe subjekte shumë, edhe subjekti i hetimit ka qenë shumë i thjeshtë. Po ka edhe hetime që le të porosin kanë ardhur. Se to pasurorët, janë shumë të thjeshta, se janë aritmetike, kanë 16 veta ata ekspert për këto punë aty. Unë kështu e mendoj, dhe kështu e parashikoj. Dakor, kjo është analizë, po ke informacion? Jo, nuk kam. Nuk kam. Se është bërë qikë problem kjo, ke informacion, s'ke informacion. Ka përshtypjen që... Se unë jam as gazetar që ta mbroj burimin, unë se mbroj dot. Nëse ti je vip në sferën tënde. Jo, pavarësisht, jo. Okej. Jemi korrekt. Kjo është një përgjigje politikisht korrekt. Okej. Sokole? Tani, vetëm pak ditë më parë, patëm arrestimet e radhës që ishin 4 shefa dhe ish shefa policie të akuzuar si pjesë të grupeve kriminale të trafikut të drogës deri në nivel shef komisariati. Unë besoj shumë që, dhe këte mund të them edhe bazuar në ato informacione që kam, që sa i përket çështjeve të Skaj dhe Encrochatit, arrestimet do të vazhdojnë, sepse janë episode të reja për cilat Spaku dukshëm është i angazhuar duke i zbardhur e duke i dokumentuar, dhe po kështu një tjetër çështje për cilën pritet që të ketë zhvillime është edhe dosja e Shkodrës, masakra e Dobraçit, por edhe ngjarje të tjera të lidhura me të, një zinxhir ngjarjesh kriminale të lidhura me të, ku çfarë ka dosja e Shkodrës? Po kemi një personazh atje që u arrestua rreth një javë më parë, Safet Bajri, dhe ka elementet të reja që kanë dalë sa i përket zinxhirit të vrasjeve që kanë sjell edhe hakmarrje për plazet mes grupeve. Po nga politika, se po politik flitet tani para zgjedhjeve, kur themi para zgjedhjeve. Sigurisht. Nuk themi për botë të krimit, për trafikant, themi për politikan. Deri tani që flasim, kemi disa kryebashkiak të cilët janë thirrur në SPAK. Përmend këtu rastin e kryebashkiakut të Shkodrës, që është thirrur 2 herë. Benet Beci. Po, Benet Beci, por kemi edhe disa parun apo ka qenë. Jo, ka qenë në SPAK. Kemi ish deputetin e... Për çfarë arsye është thyrë Benet Beci për
gjëra që lidhen me bashkinë apo për gjëra më të vjetra, për detyrat më parë? Me sa informacion kam, bëhet fjalë edhe për çështjet që ai ka pasur angazhim më herët në detyrat që ka mbajtur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, por janë edhe çështje që kanë të bëjnë edhe me tenderat të Bashkisë së Shkodrës gjatë ushtrimit të mandatit të tij që janë bashkuar në një rast të tillë. Janë gjithmonë çështje në fazën e kallëzimit. Nuk kemi akoma procedime penale, por Patjetër përpara zgjedhjeve nuk ka rrezik. Për sa kohë që është thirrur 2 herë, patjetër që SPAK-u me sa duket shikon që është e nevojshme të kryej veprime dhe nuk përjashtohet mundësia që të kemi edhe zhvillime të tjera. Ka edhe funksionarë të tjerë të cilët janë thirrur në SPAK. Për deputet kam dëgjuar. Po, për deputet, disa prej tyre edhe larg, le të themi, kanë mbetur pa u mediatizuar dhe që në muajt në vazhdim mbetet për të parë. Kur thash për Skaj dhe Encrochatin, e kisha fjalën për atë fragment për të cilin edhe zoti Berisha del dhe nxjerr fragmente të vazhdueshme sa herë që paraqitet në SPAK dhe që bën fjalë për lidhjet e biznesit, të politikës dhe të drejtësisë ku përfliten emra dhe të krimit ku përfliten emra nivelesh të larta në gjyqësor. Anduela? Çfarë detyron prokurorin e SPAK-u dalë shtu ndjen në punë? Jo, edhe këta të BKH-s. Po kur flas për prokurorin, BKH-ja është ushtari i prokurorit, në sensin e mirë, jo në konotacionin. Nuk po shohin dritën e diellit. Jo në konotacionin negativ. Pra, prokurorët e SPAK-ut, oficerët e BKH-s punojnë të shtunë të diel në punë. Aksioni kundër, ne dim shumë mirë që SPAK-u është krijuar jo për të bërë goditje politike, as për të arrestuar politikën, as për të frenuar procesin zgjedhor. SPAK-u është aty për të prekur të paprekshmit, për të hetuar njerëzit të cilët rezultojnë në kundravajtje me ligjin, nuk është përdoruar detyrën etj. Unë këtu e kam thënë një javë më parë, nuk e mbaj mend, që mbas 13 marsit ne do dëgjojmë goditjet e para të SPAK-ut në lidhje me politikën. Janë 10 deputet, majtas dhe djathas, që do të merren të pandehur. Dosjet për cilat flet profesor Ervini, që thotë që janë 10, mos them 20, se dua të them 10 për të shkuar deri ke. Ti je modeste. Pak modeste dhe mbasi tromben, se nuk e zë gjumë. Majtas dhe djathas? Majtas dhe djathas. Po, okay. Dhe majtas dhe djathas. Janë dhe majtas dhe djathas. Dhe kanë patur, të fillojmë të kuptojmë se kush mund të jenë. Kanë patur funksione, janë në funksione për ja ta them unë, që t'jem e kuptueshme për ty dhe për publik. Jo, vetëm, po. Si le pa gjumë. Nuk ka pjesa më e madhe e proceseve penale për cilat këta deputet janë hetuar nga SPAK-u, nuk kanë vetëm lidhje me Encro dhe Skaj. Kanë lidhje me mos justifikimin e pasurive që ata mbartin në vite. Pra, follow money, atë që ne kemi kërkuar ne. Prokurorët, ku diun, politika e ka emetuar për kaq vitesh dhe ka thënë që ore ndiqni paran për të kuptuar se kë kemi. Në kontinentin tonë Falcone e ka bëri parë këtë. Atëherë, ne kemi, nëse do t'i referohemi për shembull rastit të kryetarit të Bashkisë Erion Veliaj, unë mbaj mend në një komunikim me një nga prokurorët e çështjes, i cili tha: ne kemi çuar në banka një kërkesë për verifikimin e kontove bankare të çiftit Veliaj dhe nga kjo ata, pavarësisht indicjeve që mund të kishin, ndoqën paran dhe shkuan deri në ngritjen e një çështje penale ndaj kryetarit të Bashkisë, për cilin ne sot kemi një masë sigurie. S'po hy. Pra s'ishin përpjekur fare që të themi të ishin më. Po ne, Lalieri nuk e kemi në burg as për incineratorën e Tiranës, nuk e kemi as për akuzat e tjera, ngjarje të tjera për cilat e kanë akuzuar opozita në kaq vite, 15-20 vite, pra ne sot Erion Veliajn çift e kemi për mos justifikim të ardhurave. Pra për shpenzime të parave. Ajo lexoz. Po. Po pra, dakor, tani po them, mendon që si ky rast do kemi edhe shumë deputetë të rastet të padëgjuar. Dëgjoj pyetje, dhe këta të tjerët, të cilët i thua janë në radhë, kanë bërë të njëjtën, po themi, mendjeletësi, kanë ekspozuar pasuritë e tyre në mënyrë të dukshme, kanë lënë kaq shumë gjurmë? Kanë bërë edhe më shumë që në momentin që bëjnë transaksione para shumë të mëdha drejt bankave të vendeve të Bashkimit Evropian,
pas një lloj, edhe me çanta kanë dalë. Me çanta është, jo me çanta më duket më interesante. Po mirë. Me çanta nuk e gjurëm, se keshi, jo, po keshi nuk po hy ke moraliteti i veprimit. Jo, më interesante tek ligjorja. Teknika. Keshi, po jo keshi nuk ligjurëm. E merr kesh, e transporton, me transakcion bankare zë gjë ligjurëm. Tani, SPAK-u ka aty oficer që kanë lidhje me krimin, mafja serioze ka dhe vepron me financier. kesh, me diamante, me shufra ari, me shufra platini. Oficerët e policisë gjyqësore dhe ekspertët që ka SPAK-u brenda zyrave të veta janë financier edhe ekspert penal. Pra, këto bashk nuk janë aty rastësisht, janë pikërisht për të parë qa parash kanë, ku i kanë investuar, sa kanë zjerë, sa kanë futur. Sigurisht që letër porosit janë themra akilit në hetimin e çështjeve. Jam shumë dakord, po letër porosit që kanë ardhur. Po bëjnë kaq shumë politikan, sa që të cilët nuk kanë menduar kur që mund vi një ditë që do kontrollohen. Pyet si ore aga, po ku i gjete këto para? Po prandaj del zoti Ametaj dhe thot që SPAK-u është marrë thot edhe me pllakat e banjos të shtëpisë time, thot. Nëse dëgjova një të fortë se ai ka një hallë shumë madh zoti Ametaj, po lehtë. Ka një hallë shumë madh me lekët, po është një hallë tjetër, një lloj tjetër. Po. Tani ka dhe një element tjetër shtesë që ka ndodhur në orët e fundit. SPAK ka bërë publike një faqe zyrtare, një link ku thret të gjithë qytetarët. OJF, administrat, institucione, qytetar, ku di unë, çdo gjë që mund të ecë mbi këtë tokë, që të dëshmojnë dhe të denoncojnë të gjitha krimet zgjedhore që ndodhin dhe rastisin ata në lidhje me votën. Kjo është next, kjo është tani, dhe trajtojmë atë se kjo në ditët në vijim, po flas, tani bëhet fjalë për sa njoftime bombë, të cilët pastaj patën një përgënjeshtrim, pra jemi në fazën... Po, ishte një informacion i cili nuk e di nga kush media u përhap, kam përshtypjen që këto website-et e përhapën, që për ta ulan ballën dhe për një deputet tjetër, SPAK-u kishte lëshuar një flet arresti ose një kërkesë drejtuar kuvendit, por është një lajm i orës fundit që e rrëzon këtë lloj pseudolajmi, duke deklaruar që SPAK-u nuk e mohon pra faktin që është drejtuar kuvendit. Zyrtare nga SPAK-u që është një lajm i rrem. Është zyrtare nga SPAK-u që është një lajm i pa konfirmuar. Okej. Që nuk kemi të bëjmë edhe pse emri i Zotit Balla... Ju jeni gazetarë që i keni ndjekur dhe rastet ngjashme. Po. Si kanë përfunduar këtë? Kot për... Që kanë... Si kanë përfunduar, që kanë ndodhur ajo që është nxjerrë. Po kanë ndodhur shumë mbrapa, apo si kanë ndodhur më mbrapa? Por për informacionet dhe lajme që dalin, që do arrestohet filan person. Këtë javë to janë aludime dhe janë thjesht muhabete kafenesht. Të vërtetën e din vetëm prokurorët e SPAK-ut, edhe ne që jemi gazetarë nuk e din të vërtetën. Asnjë nuk e din, nuk mund të thotë që filan javë apo këtë muaj do arrestohet filani. Askush nuk e di. Hyn shumë persona dhe merren në pyetje shumë persona, janë hetim shumë persona dhe afatesh. Dhe askush nuk do të thotë që filan person do arrestohet këtë muaj këtë javë. Këto janë informacione më shumë që publikohen nga portalet për klikime dhe ajo që është e bukur zhe është fakti që në SPAK të gjithë personat që thirrën këta, personat e VIP të rëndësishëm kështu, shpeshherë vijnë të kamufluar. Dikush vjen me kapuç, dikush vjen me kapele, dikush futet nga mbrapa, dikush futet. Saqë ajo sfida më e madhe e gjithë operatorëve dhe gazetarëve është që t'i njohin ata. Është thirrur ndonjëherë zoti Balla në SPAK? Unë di që nuk është. Jo, është paraqitur vetëm në cilësinë e personit që ka paditur, pra ka kallëzuar. Kallëzuesi për kompleksin Partizani, mos gabon. Për dosin. Po vetë ai si person nuk është thirrur kurrë që ne nuk e kemi parë. Pra që të ngrej një lloj dyshimi që këto fjalë janë pa gjë e tjera. Ne nuk e kemi parë, ne nuk e kemi parë dhe ne dim shumë mirë profesor që në SPAK hyn dhe dalin njerëz që ne nuk i shohim. Më simpatiku që pash unë ishte aktori, e kam shumë që Gaspar, po. E tha të batut në burë që ndruam. Ne, ai më mori cërdare, tha dhe unë mora cërdare e tje, mori cërdare e tje, ma ai u shumë e zëshmisë. Ka dhe një lajmë tjetër zhejtë që unë, sigurisht që e kam e burime, po që nuk, që edhe presidentit të Republikës i është sekuestruar telefoni. Kështu që duhet shohem nëse SPAK-u ka shkuar deri tek pika ku të preket edhe kreu i shtetit. Proceduralisht. Ka të drejta bëj.
Ka E di, po si bëhet? Ka një çështje penale që Spaku ka hapur për Shkohet më para shumë se... gjykatës, i thuhet kam këto fakte dhe duhet të marr. Atëherë, nuk është ka një thjesht. Si prej shkohet dy vite dhe presidenti i Republikës, mos pa egzagerojmë pak? Prej 2 vite gjys, Spaku ka nisur një hetim për pronat e ushtrisë. Jo, e di background-in. Dhe problemi është që si shkohet teknikisht. Mund të shkohet teknikisht ke presidenti Ruaj Gagarin. Po ligjërisht, më se teknikisht. Po si shkohet në zyrë? Po. Spaku e ka kompetencë. Njofton. E ka këtë tagë? Njoftohet vendimi i gjykatës dhe sekuestrohet prova. Shiko, Spaku Po vetëm... si sekuestrohet fizikisht ku e gjetë presidenti e Republikës? Fizikisht, me të dalë vendimi i E gjykatës. njofton më parë në zyrë. Spaku vetëm perëndis nuk ja merr dot celularin nëse e ka. Po me ligj mund t'ja marrë dikujt, që subjekt më i lartë qoftë në hierarkinë shtetërore, Më të qartë se por presidenti sipas s'ka. një procedure që duhet të jetë shumë strikte dhe korrekte, si në rastet e tjera. Ne e dim të ushtrisë, dhe ushtria ka pasur një sekuestrim të madh të celularëve në atë kohë, deri në nivel generalish. Edhe disa prej të dhënave në ato celular janë keq përdorur. E dim, mbaj mend besoj. Edhe kjo duhet të thënë. Janë keq përdorur nga natyre, kanë krijuar probleme. Sepse kanë qenë të dhëna shumë personale. S'ka ende sot person hetim. Po. Me sa jemi në dieni, s'ka ende një person që të komuniku akuza. Mbahet nuk e di për çfarë kaq gjatë, se e mbajnë pa emër ata. Ke parasysh ai afati që ecën sa të ashtu etj. Po për presidentin unë nuk e di. Atëherë, një vijë logjike që unë mund të supozoj se me që jemi kështu bëjmë dhe konspiracion. Ditën kur kryeministri Rama deklaroi që Spaku mos guxon të vish më marrësh telefoni. Informacioni për telefonin, për sekuestrimin e telefonit të presidentit ka qenë pothuajse 1 ose 2 ditë më pas. Pra ne do çakullonte ky informacion dhe Rama tha këtë faturën. Po, kështu që unë nuk sigurisht kryeministri nuk është një njerëz që i rrëshket fjala pa vend dhe është një njerëz që lëshon mesazhe. Si artisti që është ai dhe nuk e peshon daq mirë. Lëshon mesazhe të qarta. Jo, dakord, po për ta peshuar po. Kështu që nëse një nga kjo kur e dëgjova, bëra edhe lidhjen pastaj që po edhe mund të ketë diçka të vërtetë në këtë histori. Meqë është edhe jemi afër fundjavës, duhet ta dramatizoj pak këtë moment. Është një zotëri që është me mision nga Amerika. Dhe dëgjova, e thoshte që do arrestojnë 1800 veta. Sa më? Është Pilici. Është një shqiptaro-amerikan. Po. Po tani ai është bërë viral sepse kur ka thënë që do arrestohet për Erion Velia në shkurt, i dori fjala. Dhe tani e marrin gjithë dhe ai thotë që është personazh shumë interesant. Për 1800 veta njëri do dalë. Jo, do thotë që do bëhet një arrestim masiv, do bëhet një arrestim masiv të tjerë. Mund të bëj Spaku kështu? Disa shifre, disa besohet. Dhe mund të bëj Spaku, po themi... Në mënyrë të menjëhershme? Spaku deri tani ka 1300 të arrestuar. Deri tani ka 1300 të arrestuar, që nga fillim 1300 të arrestuar. 1300. E më mirë atë edhe 500 ka ngelur. Jemi më serios tani. Jo më serios, po thashme që jemi pranë fundjavës. Ai mund të ketë shprehur një dëshirë, domethënë, që të ndodhi kjo gjë, po. Sa e bazuar në fakte. Jo, interesante tek ai është ai personazhi që flet çdo ditë me presidentin e Amerikës, me atë që ishte. Atëherë do të ketë një burim më... Është me emra konkret, domethënë, është me emra konkret. Okej. Kjo ishte personte. Jo, di pse thash, sepse... Humor, ka humor. Edhe do të tensionohen njerëzit Spaku arrestimi, dhe kjo është... Unë e kuptoj shumë mirë pse e bën. Kjo ishte tendenca. Okej, faleminderit për... Jo, më fal që ti ndihmosh edhe për gjumin, se është problem me gjumin tani. Ti valjum. Jo, aty që do jemi. Japi një valjum. Ti ke lënë disa njerëz pa gjumë. Unë. Gjithmonë i lë pa gjumë. Sot i lë pa gjumë. Okej. Pia do shpresoj që mos i të vërtet. Deri në ato nivele do ishte shumë keq. Faleminderit Selmeta, faleminderit Andruena, faleminderit profesor. Faleminderit Zokoli. Faleminderit ju. Natë mirë dhe mirupafshim. Kjo ishte 360 gradë për sot. Mirupafshim.